Miqtë prizmës. Tash filloi në një farë mënyre dhe numërimi i ditëve dhe po humbja e sensit të numërimit, sensit numrave për protestën. Tash thuhet dita 14, dita 15, dita 16, por në karakterin që ka një popull, një shoqëri si e jona, kërkon çfarë ndryshimi ka kjo shfaqje, sepse e kthyer në një shfaqje po ta japësh 15 ditë, 16 ditë, 17 ditë, 20 ditë rresht të njëjtën shfaqje. Sa do është suksesshme qoftë, publiku sigurisht do mërzitet dhe nuk ka për ta parë mana, ose ka hequr atë, si të themi tash, ka hequr atë sharmin e jashtëzakonshëm të aftësisë për t'ju treguar shumicës njerëzve që shikoni këto të reja kemi ne, këto mrekulli të shfaqjes, të showut kemi ne. Praktikisht ishte show më i bukur i realizuar deri tani. Unë nuk them i bukur duke pasur parasysh parrullat dhe të thënën brenda, ato nuk janë shumë të bukura. Disa prej tyre janë për të vlerësuar, të tjerat janë përsëritje të jashtëzakonshme. Përsëritje të jashtëzakonshme dhe të mërzitshme, bile disa dhe shumë dyshuese. E bukur është nga aftësia njerëzore që ka dalë atje. Por keni parasysh se 10.000, 15.000, 20.000 njerëz nuk përbëjnë shumicën e 2,5 milion njerëzve shqiptarët. Dhe ky show hoqi enigmë. Hoqi enigmën se mund të bëhen edhe protesta të tilla, edhe mund të ketë një lloj zëmërate edhe kontekst të tillë. Por ka mbetur një pikë pyetje, enigmë tjetër shumë e madhe. Kush është e reja, kush është propozimi? Shikoni miqtë e mi. Shqiptarët kanë aftësi të protestojnë se i ka mësuar Sali Berisha, ose i ka detyruar Sali Berisha, ose i ka detyruar Edi Rama. Kanë aftësi për të protestuar, por nuk kanë aftësi për të konstruktuar të ardhmen, për të propozuar të ardhmen. Shqiptarët nuk propozojnë të ardhmen e tyre. Kjo protest i ngjan me parrullat banale dhe të ashpra protestave të Sali Berishës, pas ka dhunën e saj. S'ka dhunën e tyre. I ngjan kreativitetit të Edi Ramës me memet e saj, por nuk ka pushtetin e Edi Ramës. As nuk ka mënyrën thuaj, pastaj edhe autokrate të drejtimit me anë vetëm mendimit ti të Edi Ramës, sepse aty ka qindra. Bile kjo është e përbashkët midis Edi Ramës edhe Sali Berishës, sepse aty ka qindra frym, aty nuk dihet mirë se kush i merr vendimet. Kjo protestë zbuloi edhe disa prej njerëzve, dhe sigurisht aty s'kishte asgjë interesante. Në gjithë atë që konsiderohet grup që drejton aty, që pak a shumë shifet. Çfarë propozojnë ata për të ardhmen? Propozojnë që nuk do të jetë kjo. Ramanburg, Berishanburg është thjesht një leitmotiv i cili duhet sjellin në protestë, duhet bashkojnë protestën ata që me vërtet kanë një mendim i cili nuk shkëlqen për sa i përket asaj aftësie për të ridërtuar, për të bërë pastaj edhe konstruksionin e ri, tesutin e ri shoqëror edhe njëkohësisht atë që konsiderohet mendimin e ri shoqëror, i cili propozon pastaj politikisht edhe filozofikisht të ardhmen e një vendi. Këtë ne nuk e shohim, sepse pikërisht ekziston ajo aftësi në mungesë e asaj proteste, kësaj proteste që është për ta formzuar këtë lloj. Kush janë njerëzit? Protesta ka animator, por nuk ka njerëz politikë dhe filozofik që binin me fjalën e tyre. Dhe mos më thoni se është Fatos Tybonja ose kur dalin ashtu romantikësh dhe shpeshherë dhe idiotës që flasin aty, ose njerëz që kacavire nëpër eskavator, ose njerëz që kanë bërë guida, ose njerëz të cilët sigurisht fshehin, hedhin gurë, fshehin dorë dhe shumë të tjerë pastaj që nuk janë këta që mund të bëjnë
sigurinë se kjo protestë mund të kthehet në një lëvizje të madhe politike dhe pastaj nga një lëvizje të madhe politike do të kthehet në një parti të vërtet politike për të bërë alternativa e dy partive të mëdha që ka Shqipëria, që është Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Dhe njëkohësisht jo vetëm alternative tyre, po alternative njerëzve që i drejtojnë të dy formacione politike, alternative Edi Ramës dhe alternative Sali Berishës. Sepse ajo që i mungon kësaj proteste është propozimi politik. Janë sistemet politike, është sistemi në përgjithësi që duhet ndërtuar që në protest, vazhduar në lëvizje dhe pastaj formzuar plotësisht edhe me anë të njerëzve ftyrave të reja, sigurisht, në parti politike. Ndërsa, vazhdimi dita e 15, dita e 16, dita e 17, nuk bën asgjë tjetër vetë se shuan shfaqet. Provojnë të jep një shfaqje sa do suksesshme. Për shkodranët këtë teatri Migjeni, po edhe për ata që janë Tiranë në teatr, kudo që janë, në Korçë këtë teatri tyre, në Durrës këtë teatri tyre, provojnë të jep një shfaqje 20 ditë, do të shkoni njerëz më, sa do e suksesshme, nuk do të shkojnë më, se nuk i tërheq. E ka bërë efektin e vetë edhe kaq. Nuk shtohet efekti duke dalë rrugëve, duke i bllokuar ato, po në gjë e një gazetar që thotë e mirë kanë bërë që kanë bllokuar rrugën. Tash edhe ai do që të bëj protagonistin, po është një protagonist i cili shëmton në përgjithësi edhe mendimin gazetaresk, po edhe mendimin e kultivuar politik. Asgjë s'bën sepse pengon sigurisht diçka që pengon gjithmonë nuk mund të jetë diçka që të afron të ardhmen. Një diçka që pengon, që të bën me zor, një lëvizje, nuk mund të jetë propozim për të ardhmen. Se pengon rinasin, nuk propozon të ardhmen. Se pengon, nuk e di, një rrugë, një kryqëzim, një udhtim, nuk propozon të ardhmen. Përkundrazi e bën atë ardhmen jashtëzakonisht të dyshueshme. Njerëz që marrin përpara mendimin dhe kthejnë pastaj në pengesë të jashtëzakonshme, e marrin përpara mendimin. Ata njerëz që i prin mendimi ju vjen mbrapa bashkë me turmën, propozojnë të ardhmen. Jo ata që pengojnë rrugën. Si mund të ketë ardhmen me propozimin dhe me bllokim rrugës. Këtë lloj gjëje ka 30 e sa vite që e propozon Sali Berisha. Ku është sot? Ndjekin 10%, 15%, 20% e popullsisë, po jo më tepër. Pjesa tjetër që voton për Sali Berishën është kundra Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Nuk janë me Sali Berishën. Në këtë pikë, po e përsëris edhe një herë, aftësia për të propozuar nuk ekziston edhe në këtë protestë. Aftësia për të kthyer në një lëvizje qytetare, e cila sigurisht fillon me propozim. Ne jemi të ndryshëm se ne kemi këto ide. Edhe ato ide pastaj propozohen dhe lançohen, lëshohen atje këtu. Elaborohen mirë nga njerëz që dinë. Dhe ata njerëz nuk i thonë vetëm atje në atë mexhlis, që mund të marrin fjalën kush të dojë dhe tash ka filluar një lloj censure. Ti jo, ti po, ti ik, ti afro, ti ik, ti. Dhe për më tepër, 1000 shpirtra që ka, cilët nuk janë të përcaktuar mirë pikërisht në këtë lloj drejtimi, në propozimin e të ardhmes shqiptar. Lëvizja për të rrëzuar vetëm Edi Ramën është një lëvizje që jo vetëm nuk mjafton, po pastaj është e padrejtë. Sepse sigurisht rrëzimi i Edi Ramës nuk bëhet as nëpërmjet protestës, as nëpërmjet dhunës. Do bëhet vetëm nëpërmjet votave. Dhe kur në fund del Sali Berisha dhe i thot kriminali Rama këtej, kriminali Rama andej, tash e ka ulur se ka marrë një porosi në Washingtoni, por po themi që kur ju thot kështu, ta dini se edhe ai ka përshkuar në marrëveshje me Edi Ramën dhe do bëj zgjedhje. Edhe nëse bëhet një qeveri tranzitore, teknike, vështirë është për të bërë, nuk është ardhmja atë qeveria tranzitore për të përgatitur zgjedhjet e reja. Zgjedhjet e reja, si me tranzitore, si pa tranzitore, janë me Edi Ramën edhe me Sali Berishën. Kurse kur ti nuk propozon as njerëzit tuaj, kush janë edhe filozofët, politikanët, ata që mund të vetë propozohen, si mund të besosh se në popull do t'jenë edhe idetë tuaja, kur s'ka as njerëzit. Kush janë këto ide? Janë propozuar njerë idetë liri demokraci,
ne si Evropa, dhe këto janë propozuar, u propozuar edhe drejtësia e re, u propozuar edhe Shqipëria e re, duket sikur nuk është propozuar ajo që thuhet aty Shqipëria e re. Po është propozuar që në fillimet e saj. Shqipëria e re është propozuar. Edhe rezultoi të ishte imitatore e Shqipërisë vjetër. Tash nuk duhet të mbërrish moshën time që ti thuash këto gjëra. Nuk mund të, nuk e di, të riprovosh disa elementë të cilët janë ndjegur gjatë shfaqjeve që janë dhënë më përpara. Të propozosh një shfaqje të ngjashme me një shfaqje tjetër, domethënë që të mos qesësh bileta. Më kuptoni miqtë e mi? Shikoni, asgjë të keqe nuk ka. Por rujni nga mërzitia, nga lodhja, nga stresi, rujni nga mungesa e aftësisë për të projektuar, propozuar, jo vetëm njerëzit e ri edhe mendimtar, televizjes edhe të nesërmes parti, po dhe të mendimeve, asaj që propozohen realisht. Po nuk e bët këtë, nuk ka për të pasur asnjë lloj zhvillimi dhe asnjë lloj suksesi edhe proteste. Dakor? Miq Prizmos, Velipoja është një vend i mrekullueshëm. Është një nga plazhet më të mira që ka Shqipëria. Sigurisht që unë kam parë plot plazhe. Kam parë edhe plazhet e Shqipërisë, por pak a shumë edhe të Italisë, si për Malci, Kroaci. Kam parë plazhe. Problemi që ndron këtu. Kush është ai plazh i cili të krijon kushte edhe në këtë rrumujhanen tonë, të marrëzinë tonë, të ankesave dhe të poshtrimit vetes, sepse nuk ka sot në këtë kohë shoqëri më të mbrapsht në poshtrimin e vetvetes se shoqëria shqiptare. Kjo lloj shoqërie poshtron veten, poshtron kombin, poshtron shtetin, sepse ka inat një person. Lidh shtetin me personin sipër. Lidh veten e saj, shoqërinë, me personin që drejton shtetin. Kombin me personin që drejton shtetin. Kaq shoqëri e pa edukuar, ose e keq edukuar, edhe kaq e marrësh sa kujton se Edi Rama është i përjetshëm, kujton se Sali Berisha janë përjetshëm. Ata mund të jenë që zgjasin shumë, por kjo nuk do të thonë që të urrejmë shtetin, të urrejmë kombin, të urrejmë çdo gjë që kemi ne, njerëzit, shqiptarët, në raport me vendin tonë. Po ky është një diskurs tjetër. Velipoja është e mirë, dhe është më e mirë se gjithë tjerët. Ka një ranë të jashtëzakonshme, ka ujë të pastër të mirë, në dy anët e saj ka dy elementë që nuk i ka askërkush. Ka Vilunin, që është një lagunë fantastike, dhe derdhin e Bunës, që është një nga ekosistemet më të mëdhej fantastik të Adriatikut, jo të Shqipërisë. Nuk e ka as Kroacia, nuk e ka as Malizi, nuk e ka as grekët. Derdhja e Bunës, lumit të vetëm të lundrueshëm që ne nuk e lundrojmë, të madh, të gjanë, të bukur. Me derdhjen e saj e kemi ne. E ka dhe Malizi, po treva shqiptare janë aty ulqinje. Shqiptarës, flitet shqip. I gjithë ky ekosistem shoqërohet me një gjërësi të jashtëzakonshme. Plazhi i Rane. Velipoj nuk ka 50 metra distancë, 10 metra distancë, si në Shqin. Në Durrës, pastaj vijnë pallatet e Shqinit e Durrësit betone, 10, 12, 15, 34. Në Velipoja mund të jetë me gjërësi 1 kilometër, 2 kilometra. Pastaj në rjoll zvoglohet pak, po prapë bëhet e bukur, po flas për fushën e Velipojës. Është edhe 1 kilometër e gjys. Absolutisht po. Ranë. Dhe e pastër, e mirë, e jashtëzakonshme, e butë. Ka dhe ujë, ujë të pishëm. Në 4 metra, 5 metra kalon damari i rjollit. Është një ujë fantastik, mjafton që ta kontrollosh, ta rregullosh edhe mund pijet shumë mirë. Është pirë gjatë gjithë jetës. Mund ndërtosh ujësiellës sa të duash. Në këto kushte duhet që të krijosh konceptet e mos ndërtimit të 10 kaçave, 7 kaçave, 8 kaçave dhe për fat mirë Velipoja është organizuar fshat
përveç qendrës saj, ku është i gjitha i grumbulli i ndërtimeve jo të larta, të fishtës, edhe me sa duket do të vazhdojë edhe me këtyre fushakëve. Në shpresën time, me ndërtime jo kaq të larta. Pra kemi të bëjmë me një model i cili është shumë i pranueshëm, shumë i mirë. Ajo që ka bërë tash kryvepra është mbajtja më pastër, rregullimi në përgjithësi dhe ardha e Benetit. Beneti ka stabilizuar tash çadrat, hapësirën, ka stabilizuar edhe zonat ku është plazhi publik. Edhe midis këtyre zonave ku është plazhi publik, ka vendosur edhe pjesën publike të tij, të Bashkisë Shkodrës, me çadra, shtazon dhe shërbime. Absolutisht më të mirat në Shqipëri. Në qendër të plazhit, në periferitë plazhit, kudo në ato zona që është marrë përsipër, të jetë plazhi publik. Ka disa vende ku nuk ka çadra fare, është plazh publik, ku ti dhe makinën dhe shkon vendos çadrën tënde dhe bën plazhi. Sigurisht shqiptarët nuk e mirëmajnë se lejnë pisteqet, por duhet administratori aty dhe thjesht njësia administrative ta pastrojë. Bashkia e Shkodrës praktikisht ata janë, sepse Bashkia e Shkodrës është pronarja, po themi, administrative, por ka ndërtuar dhe plazhe të tilla me iniciativën e kryetarit dhe vetë kryetarit. Plazhet, cilët janë sigurisht fantastik, me çadra, shtesdonge, vetëm 4.000 lekë të vjetra ose 400 lekë të reja, me një shifër që sigurisht është e pranueshme. 4 euro pak nuk është një shifër kush e di çfarë tash drejt janë. Ne mund të ankohemi deri pa kufi, por ky lloj plazhi me këtë shërbim, me shtesdonget edhe me çadrat është i tillë, duke pasur shërbim, po ke çadrën tjetër me 0 lek, ku është një plazh, një sasi prej 200 metrash, hapësirë 200 e sa metra bile hapësirë, duke shkuar nga Viluni, krejtësisht fri, që nuk guxon të afrohet më kërkues se ha gjob, se e kishin zakon më përpara. Ti i thoje, këtu do rrish, ai shtyhesh e merrte publikun, shtyhesh ti u merr publikun. Si zakonisht, si bëjmë pronarët të kene, edhe pastaj vjen keq edhe kur njerëzit ankohen. I bëjnë këtë punë, normal, se ne kujtojmë se politika është e poshtë dhe pronarin ja ke mirë dhe njerëzit që ecin rrugë. Ato njerëz që ecin rrugë, ato që hypin biçikleta, ato në makinë, ata që janë pronar, të gjithë shqiptarë janë. Edhe veprojnë si shqiptarë, nga njerë shqiptari vepron shumë keq. Për të kthyer ke Beneti dhe Bashkia e Shkodrës, ka një bravo të madhe, një ju i lumt për krijimin, shkova i pash vetë. Dikur Stalini thotë beso dhe kontrollo. Pastaj thoshin Lenini, dhe pastaj po të dalësh në lashësi, kjo është përdorur edhe në kohët Aristotelit. Kujton se i kanë shpik këta komunistat ose fascistat. Thjesht i përsërisin gjërat dhe i bëjnë pronë tyre. Në të vërtetë shton ka që në kohën e Perikliut në Athinën e lashqit duhet ta besosh po dhe ta kontrollosh çfarë duke bërë. Dhe në vërtetë shkova edhe pash po atë plazh, i cili sigurisht ka këto karakteristika, dhe pash edhe ato plazhet që janë fri. Plazhe fantastike, të cilat sigurisht duhen mirëmbajtur. Njësia administrative, Bashkia e Shkodrës duhet i mirëmbajtur sepse njerëzit ngulin çadrën, lën pisteqet aty dhe nuk duhen vendosur në kosh ne. Edhe duhen pastruar, duhen detyruar. Kush bën pis do të gjabitet. Ndërsa plazhet e bëra me çadra, shtesdonge nga Bashkia, nuk e di, kishin bërë edhe një si pasarel, kishin bërë disa element bukur, shpallin e tyre, ka edhe njerëzit që punojnë, janë më të mira se privatit. Absolutisht më të mira se privatit. Më të lira, sepse privati e ka 9.000 lekë, edhe duhet të pas kujdes Bashkia sepse po tentojnë të marrin çmime më të larta. Po tentojnë të marrin çmime të larta dhe kjo nuk është një punë e mirë. Por privati është 9.000 lekë vjetra, Bashkia e Shkodrës është 4.000 lekë. Dakor, miqtë e mi? Të lumt Bashkia e Shkodrës. Të lumt, zoti Beci.